Përshëndetje të gjithëve. Sot për drekun do bëj byrek me gjizë dhe tani po zë brumin. Jam pak vonë se isha jashtë deri tani duke pastruar edhe po nxitoj. Brumin do ta zë thjesht me kripe dhe ujë të ngrohtë. Kaq. Tani e kam gati. Kam ngrohur furrën edhe do e vendos në furrë për 30 minuta që të pushoj pak edhe pastaj do filloj. Ndërkohë që brumi po pushon pak, unë po bëj gati gjizën, e bëj me 2 kohra vezë dhe pak kos, që të më vijë më e butë, edhe normal është edhe më e mirë. Do shtoj edhe pak krip, me që edhe gjizën e kam pak krip fare, dhe mos harroj, dua të ndaj me ju një njoftim shumë të rëndësishëm për të gjitha nëna që duan të nisin një punë online, apo edhe për të gjitha femrat e tjera që kanë një punë primare dhe duan të bëjnë edhe një punë të dytë për më shumë të ardhura. Aplikimet janë të hapura, kush është i interesuar të më kontaktojë në privat dhe bëjmë menjëherë regjistrimin. Dhe brumi tani ka pushuar mjaftueshëm, këtë e kam gati dhe do nisim menjëherë. Vendosim këtë si e fundit kanë lëshuar goxha, janë më elastike sepse vaji i bën të tilla dhe hapen shumë më kollaj. Më pas bëj mbushjen, e vendos vetëm në një rëna dhe i mbështjell në formë rrethore. Njërën tepsi e mbarova, tani vetëm do i hedh edhe pak vaj sipër, edhe do i fus në furrë në 200 gradë, 35-40 minuta maksimumi, se është shumë e hollë dhe piqet shumë shpejt. Do bëj edhe një tepsi të vogël se kam edhe kaq. Peta.